të thonë, për marrni vitaminë D se diçka e lodhme jam. Fakt, është shumë drejt keni. Edhe në fakt nuk është se edhe ne nuk mendojnë atë që mund tjetë edhe vitamina D se mungesa e vitaminës D din me shkaktu gjithashtu lodhje. Po, e vërtet është ajo që thoni ju. Po ama është edhe njëherë dhe arsye tim për me anashkalu, me u marrë, me problemin rrallë që është. Më kuptoni se nuk është që kemi qef shumë me pranu se nuk jemi aktiv, se nuk bojmë aktivitet fizik sa duhet, se nuk merremi seriozisht me shëndetin tonë, se dikush të parë tonë do shte kanë dështu me në tregu se çka është e rëndësishme, atë çka nuk është e rëndësishme, më kuptoni. Pra tash është qelësi mirë, pra a bën me ma bo vitaminën D, doktor, më kuptoni. Edhe me këtë kërkesë edhe vjen, a bën me ma bo vitaminën D se jam i lodhur. Edhe ti tash ki dy zgjedhje, nëse është pacient yt,